Ai që e mbron pasurinë, dinjitetin, moralin, nderin e familjes së tij. Ai që e mbron pasurinë e tij, tokën e tij. Si përgjigje e mësimeve të Zotit xhallahu ala që na ka obliguar ta mbrojmë e ta ruajmë këtë. Ai që vdes në këtë mënyrë dhe vritet është shahid, është dëshmor, një gradë mas të qenërit pejgamber. Prandaj nuk është thjesht dëshmor, nuk është thjesht shahid. Prandaj Islami na ka mësuar që ta ruajmë e ta mbrojmë për së gjalli. Por edhe nëse kërkohet jetën ta flojmë që ta fitojmë këtë gradë të madhe për shkak se atë dhe është begati dhe është mirësi. Toka ku Allahu adhurohet, toka e xhamive dhe ezaneve, toka e të parëve tonë, toka e sakrificave, toka e përkushtimeve, toka e kontributit të madh, nuk duhet të neglizhohet, të mbrohet. Prandaj të ndërvëzër, mësimi i parë që e marrim nga e kaluara, nga kjo datë e datë tjera është përgjegjësia jonë ka shik t'i veni. Çdo kush ka përgjegjësi. Dallojmë përgjegjësi është e vërtetë, mirë po të gjithë do t'japim llogari. Sikur që Allahu te bareke ve teala tha waqifuhum innahum mas'ulun. Ndalni nga se kanë më u pyet. Kanë më u pyet për çdo begati. E liria që po e gëzojmë nuk është begati. Mundësia që ta falim gjumon lirshëm nuk është begati. Mundësia që ta thirrim me zon lirshëm nuk është begati. Prandaj ka shikse begati apo sillim me përgjegjësi apo jo. Apo ruajmë se duhet apo kontribuojmë sa duhet. Nga se për këtë kena me dhënë llogari. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Të gjithë jeni përgjegjës për diçka të caktuar. Dhe të gjithë do të japni llogari për atë që keni në përgjegjësi dhe në kompetencat e juaja. Prandaj të ndëvuzër, çdo kush ka përgjegjësi,